Tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka prekur fundin duke degraduar në ofendime të rënda personale dhe familjare që kanë shokuar të gjithë banorët dhe publikun. Protagonistë të këtij sherri të ashpër kanë qenë Rogerti dhe Mateo. Në tentativë për të provokuar, Rogerti ka kaluar çdo limit etik duke ju drejtuar Mateos me një pyetje banale dhe denigruese lidhur me motrën e tij. Me sa meshkuj njëkohësisht ka kryer marrëdhënie motra jote. Ky koment ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm dhe të furishëm të Mateos, i cili është kthyer ndaj tij duke përgatitur: "O Qilbanik, ti do më bësh provokim mua, fytyra jote?" Situata ka qenë kritike dhe gati të precipitojë në përplasje fizike, por ndërhyrja e menjëhershme e banorëve të tjerë, të cilët janë futur në mes për t'i ndarë, ka shmangur për shkallëzimin e dhunës. Ky moment pritet të jetë temë diskutimi në prajmin e ardhshëm, pasi prekja e familjes në mënyrë kaq eksplicite konsiderohet thyrje e rëndë e etikës. Kjo gjë që Rogerti ka bërë nuk i ka pëlqyer asnjë personi në publik, dhe të gjithë po kërkojnë përjashtimin e tij. Ndërkohë Mateo nga nervat ju ka drejtuar Rogertit duke i thënë do të ta fuz djalin në dhe kjo gjë ka treguar se kjo situatë është tensionuar kaq shumë sa pritet në çdo moment një shpërthim i Mateos apo i Rogertit kundër njëri tjetrit. Të gjithë tashmë janë përpara ekranit për të parë se si do të vijojë kjo situatë apo këto ofendime, dhe mendohet që vëllai i madh të marrë një masë shumë të rëndë për Rogertin, pasi kjo gjë që ai ka thënë është e palejueshme. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.